Një operacion I gjerë I zhvilluar në Durrës, Shijak dhe Mans ka çuar në arrestimin e 17 personave të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike pranë shkollave dhe ambienteve të frekuentuara nga të rinjt. Operacioni I koduar Cleaning 5 u finalizua pas disa muajsh hetime nga policia e Durrësit, ndërsa në fokus ishin grupet që shpërndanin heroin, kokainë dhe kanabis në zonat e Shijakut dhe Mansës. Trafikantët vepronin në bashkëpunim me njëri tjetrin duke siguruar lëndën narkotike dhe më pas e shisnin kryesisht pranë shkollave apo në zonat që zakonisht qëndrojnë zënës të rinj dhe të tjerë. Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi sasi të konsiderueshme heroine, kokainë dhe kanabis, po ashtu u gjetën dhe u sekuestruan 3 armë zjarri, 2 pistoleta dhe 1 kalashnikov, si dhe para kesh, automjete, telefona celular që dyshohet se përdoreshin në aktivitetin kriminal. Për 13 prej tyre është caktuar masa e sigurisë arrest në burg, ndërsa 4 të tjerë do të hetohen në masën arrest në shtëpi, ndërkohë një tjetër person është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë banues në Durrës, Kavaj, Shijak, si dhe në zonat e Sukthit, Mansës dhe Xhavzotoj. Ata akuzohen për prodhim dhe shitje të narkotikëve kryer në bashkëpunim dhe në mënyrë të përsëritur.